Në orët e pasdites së dielës, rreth orës 14:15 minuta, në udhkryqin afër spitalit rajonal të Prizrenit, dy personat panjor, njëri me kalashnikov dhe tjetri me pistolet, kanë ekzekutuar 3 persona. Sipas zëdhënësit e policisë në Prizren, kapitenit Hazir Berisha tregon se nuk kanë informacione ende për saktësinë, por ai bën të njohur se janë gjetur gzhojat e kalashnikovit dhe pistoletës në vendin e ngjarjes. Policia shumë shpejt ka rrinë vendin e ngjarjes pas marrjes së informatës, ka parë një person të vrarë në vend këtu, ndërsa 2 tjerë kanë qenë të plagosur dhe janë dërguar nga kalimtarët rastit për në spitalin regional në Prizren. Mirë, po për fat keq mjekët vetëm kanë mundur pastaj të konfirmojnë vdekjen e tyre, sepse nga plagët e rënda nuk kanë mujt të mbijetojnë. Ndërsa sipas asaj që shihet këtu, ne jemi duke kryer procedurat e kqyrjes vendit të ngjarjes. Deri me tani kemi bastis një shtërpi në kërkim të një apo 2 personave të dyshuar, se ende nuk jemi shumë të sigurt se ka marrë pjesë vetëm një person apo kanë marrë pjesë 2 persona. Mirë, po në bazë të kësaj që shihet këtu na jep elementet, kuptojmë se janë përdorur 2 armë zjarri, një kalashnikov dhe një pistolet. Vrasësit mendohet se janë babë birë, por ende nuk ka konfirmim të plot për një gjë të tillë, të cilët kanë ikur me shpejtësi në drejtim tani për tani të panjohur për policinë, ka shpjeguar për televizionin Besa komandanti i policisë Nexhmi Krasniqi. Policia rajonale e policisë ka konfirmuar në këtë rast se incidentin e sotëm kanë mbetur të vdekur 3 persona. Policia është në fazën fillestare të hetimeve, por mund të konfirmohet se ky incident ka mbetur 3 të vrarë dhe ata janë Haki Thaçi rreth moshës 40 vjeçar, Ferdi Shishko rreth moshës 30 vjeçar dhe Belgin Ersoj 28 vjeçar. Drejtori Krasniqi tha se tashmë i kemi të gjitha njohurit, kemi numrin e tabelave, llojin e veturës me të cilët kanë ikur vrasësit, jemi në pistë të mirë për t'i kapur, por për momentin ata ende janë në rati. Prandaj ne duam të ruajmë konfidencialitetin e rastit dhe nuk duhet të bëjmë dije emrin e vrasësve të dyshuar, por policia tashmë ka njohurit e njohura dhe është në hulumtim të këtij rasti. Motivi siç duket ishte për një hakmarrje tipike fizike të ndodhur kohë më parë, sepse ajo siç njofton policia thuhet se në vitin 2013 të dyshuarit për vrasje janë rrahur nga të ekzekutuarit. Andaj kjo ka qenë njëra nga hakmarrjet të cilët dje ka ndodhur vrasjen në qytetin e Prizrenit.